Kosovën, NATO-n dhe gjëra tjera. Është një thashethem thuajse 30-31 vjeçar që vazhdon të qarkullojë ende. Sipas tij, ambasada amerikane, ambasadori Ryerson, ishin protagonist në burgosin e Fatos Nanos, kryetarit Partisë Socialiste të Shqipërisë. Edhe kryeministri e përmendi këtë para disa javësh. Ajo që mund t'ju them është ajo çka di. Dhe ai thashë them ka zero të vërteta. Zero. Si fillim, diplomatët amerikanë nuk çojnë njerëz në burg, nuk kanë fare lidhje me këtë gjë. Ideja që në një farë mënyre do t'i flisnin politikanëve, policisë, është diçka e pavërtetë. Nuk e di kush e ka thënë. Jam i sigurt që nuk ka qenë zoti Nano. Jo, ka libra të botuara. Kam pasur takime të mira me ta. Kemi folur shumë për atë që ai quante politizmi i gjithçkaje. Ishte shqetësuar për këtë çështje gjatë viteve 90. Duhet të mbani mend se ai ishte kryeministër në sistemin e vjetër, i cili u përpoq që të vijonte si kryeministër edhe në sistemin e ri. Megjithatë, kjo nuk ishte krim. Ideja se unë ose Ryerson, për hir të Zotit, nuk kishim asnjë lidhje me këtë gjë. Uroj ta dija se kush e nisi këtë thashë them, por jam i sigurt që nuk ishte zoti Nano. Zoti Hill, çfarë ndodhi midis Shteteve të Bashkuara dhe Sali Berishës? Sali Berisha ishte ylli i ri i opozitës. Mori mbështetje, arriti të bëjë 2 vizita në zyrën ovale, një në qershor 1992 dhe një në shtator 1995, nëse mbaj mend mirë. Takua me presidentin Bush, babain, pati një takim me presidentin Clinton. Më pas në vitin 96-97, marrëdhënia midis Shteteve të Bashkuara dhe Shqipërisë ishte shumë e keqe. Mbaj mend Timothy Worth, i cili ishte një prej ndihmësekretarëve të shtetit. Donte të vizitonte Shqipërinë dhe nuk e lejuat ta bënte këtë. Çfarë ndodhi? Nëse dini ndonjë gjë më konkrete. Mund të flas më shumë nga pikpamja historike, sesa nga pikpamja politike, se vërtet nuk dua të flas për politikë. Për politikën aktuale, po. Kjo nuk është puna ime, është puna juaj. Mendoj se kishte të bënte me pritshmëri shumë të larta. Berisha kishte performuar shumë mirë përpara Bakerit. Bakeri pyeti, a ka vdekur komunizmi në Shqipëri? Bëri një pyetje të tillë. Liria funksionon, ishte një fjalë magjike. Në atë takim me opozitën, ai pyeti të pranishmit, a ka vdekur komunizmi? Zoti Berisha dha atë përgjigje shumë të bukur që Bakeri nuk e haronte dot. Tha se komunizmi ka vdekur, por toksiciteti i tij, duke dhënë një metaforë mjekësore, është gjallë. Duke nuk kuptuar se ka ende shumë për të bërë. Mendoj se kur Berisha bëri një deklaratë të tillë, e bindi Bakerin, se këta njerëz e dinë që kanë për të kaluar një tranzicion të vështirë. Unë ndjej sigurt nga ajo lloj inteligjence e shprehur nga ajo deklaratë. Mendoj se problemi ishte që me kalimin e viteve, erdhi ndjesia që Berisha ishte një figurë jo shumë pozitive për sa i përket Kosovës. Pse në Kosovë? Ndjeseja ishte që i trajtonte çështjet me një pikpamje shumë nacionaliste. Këtu bëhet fjalë për 93-94, kur mbështeste Rugovën, apo për 96-ën, kur nisi të mbështesë Adem Demacin, i cili kishte një qasje shumë dramatike për sa i përket çështjes së Kosovës. Ajo çështje e shqetësimit të Shqipërisë për Kosovën i shqetësonte njerëzit sepse aty panë mundësinë, farët e një Shqipërie më të madhe potenciale. Pra këtu kishim të gjitha problemet e Serbisë së Madhe. Dhe më pas njerëzve ju duk se Berisha të promovonte idenë e Shqipërisë së Madhe. Shqipëria ishte shumë e dobët. Serbia ishte një shtet i madh edhe pas shpërbërjes Jugosllavisë. Mbaj mend dhe ka qenë shumë interesante deklarata e bërë nga Holbrooke, të cilën e gjetan kujtimet e Bill Clintonit, por që është një shprehje Holbrooke. Në vitet 90 nuk ishte shpërbërja e Jugosllavisë, ishte pjesa e fundit e shpërbërjes perandërisë osmane. Kjo është e vërtetë. Në atë mënyrë, Shqipëria ka qenë shumë e dobët. Jugoslavia ishte një shtet i madh. 6 shtete dolën nga ai shtet. Shqipëria ishte shumë modeste. Po, për të përgjigjur pyetjes tuaj, Berisha nisi të shihej si pjesë e problemit të çështjeve etnike në Ballkan.
në vend të pjesës zgjidhjes. Mendoj se edhe në Shqipëri kishte një numër të lartë personazh, të cilët e kundërshtonin. Kështu ai u kthye në një figurë kontroversale. Megjithatë më duhet ta theksoj se kam qenë jashtë nga 1993. Kam një pyetje. Këto ndryshime në politikat e Shqipërisë, përfshirë presidentin dhe ministrinë e jashtme, erdhën pasi Kosova në vitin 1995 u la jashtë marrëveshjes së Daytonit. Në atë kohë ju kishit një rol shumë të rëndësishëm. Pse Kosova u la jashtë kësaj marrëveshje? Mbajmend Rugova që priste jashtë bazës së Daytonit thjesht për të pasur një takim me zyrtarët amerikanë. Ka pasur shumë shqiptaro-amerikanë që mendojnë se çështja e Kosovës duhet të ishte përfshirë. Mendoj se për ta kuptuar, Holbrooke, sekretari Christopher, Bill Clintoni, të gjithë ishin të shqetësuar për të zgjidhur çështjen e Bosnjës. Nuk është se nuk ishin të shqetësuar për Kosovën, por i duhet të përqendroheshin. Ishte një deklaratë e mëparshme e bërë nga presidenti Bush, ajo që njihet si paralajmërimi i Krishtlindjeve, i cili thoshte se nuk mund ta kaloni vijin e kuqe të Kosovës në Jugosllavi. Mendoj se Daytoni ishte shumë i përqendruar te çështja e Bosnjës. Tani 30 viteve më vonë, mund të thuar se duhet të kishin përfshirë edhe Kosovën. Ne ishim të shqetësuar që as Bosnjës nuk do të arrinin ta zgjidhnin. Ishim të shqetësuar se Daytoni do të ishte një zhgënjim. Kur je në negociata të tilla diplomatike, të duhet vërtet që të fokusohesh. E pash Miloševićin pas nënshkrimit të Daytonit. Në fakt, ishte inicimi pasi nënshkrimi u bë 3 javë më vonë në Paris. Holbrooke ishte shqetësuar për gjatë tyre 3 javëve. Miloševići ndoshta do të thoshte se nuk e mbështet më marrëveshjen me Daytonin. Kishte shumë shqetësime se situata ishte shumë e ndjeshme. Holbrooke më kërkoi që të shkoja dhe të flisja me Miloševićin, diçka që unë e bëra një javë më vonë. Ishit shqetësuar për Kosovën atë kohë? Ishim të shqetësuar, por më shumë shqetësoheshim për atë gjën që sapo ishte bërë. Marrëveshja e paqes së Daytonit, e cila mund të dështonte pa u tharë mirë boja. Ky ishte shqetësimi. Kosova, po, ishte aty për të marrë si çështje. Pasi ishim të shqetësuar, por në nëntor të 1995-s. Ishim shumë të shqetësuar nëse Daytoni do të kishte sukses. Ishim duke sjellë me mira trupa amerikanë në Bosnjë dhe nuk e dinim si duhet të trajtoheshin. Megjithatë, çfarë parashikimesh kishit ju për të ardhmen e Kosovës në vitin 1995? Mendoni se bashkëtesa midis shqiptarëve dhe serbëve ishte e mundur? Më parë ka qenë Milan Panic dhe kishte disa përpjekje të Panic për të gjetur një farë zgjidhje. E dinim që kur Miloševići i dha fund kushtetutës së Jugosllavisë të vitit 1974, e cila i kishte dhënë Kosovës një farë autonomie. Se kjo në vend që të zgjidhte ndonjë gjë, do të krijonte shumë më shumë probleme. Kishte shqetësime se Kosova do të shkonte në drejtimin e gabuar. A mendoni se rikthimi i autonomisë do të ishte i mjaftueshëm për Kosovën asaj kohe? Çështja nuk është a mjafton. Çështja është se çfarë mund të bësh. Nuk është vetëm një ranë. Nuk është mjaftueshëm për palën shqiptare, por është diçka e tepër për palën serbe. Se të menaxhosh diçka të tillë. Si ishte Miloševići, ambasador Hill? Si ishte? Miloševići në Bosnjë? A ishte një person i vështirë? Po. Njerëzit të cilët kanë prirje të tilla, autoritare, priren edhe të jenë njerëz të vështirë. Kur erdhi te Daytoni, na ndihmoi për të bërë rregullimet. E dinte që te Daytoni duhet të ofronte ndihmë. Kur diskutimi shkuan te Kosova, tregoi që nuk kishte fare interes për të diskutuar si çështje. Ishte më i zemëruar me Kosovën se me Bosnjën? Ishte shumë i prerë për sa i përket Kosovës. Mendoj se ai thoshte, nëse unë lejo Kosovën. Ideja ishte që t'i jepej Kosovës status i republikës brenda Jugosllavisë, por me status e republikës.
Ai e pak të gjë, si një mënyrë që Kosova të fitonte pavarësinë dhe tha se nuk mund ta bëj këtë gjë. Nëse do ta bëja këtë gjë, serbët do të më prisnin kokën. Kështu thoshte. Të mgulte që nuk mund të bënte progres për Kosovën. Kjo është edhe një prej arsyeve pse në Dayton kushtrohet pyetja, a mund të përfshijmë edhe Kosovën krahas situatës në Bosnjë? Përgjigjja është jo, sepse nuk pam asnjë rrugë përpara për Kosovën. E dinim që kjo nuk ishte gjëja e duhur, për sa i përket negociatave. Patë 2 vite, thuajse 2 vite shumë të vështira negociatash për Kosovën. Kjo ndodhi më vonë, me 1998, 99. Më 1997, fillim 1998. Po. Ishte ambasadori Gelbart, i cili vizitoi Kosovën dhe bëri një deklaratë për QK-n.